Betingu në drejtësi nuk filloi asnjëherë. Kontratat po negociohen pa proces verbal, pa dokumentim zyrtar dhe pa transparencë. Ne ende nuk e kemi një kryeprokuror të shtetit, i cili duhet të zgjidhet përmes një procesi kredibil, transparent dhe meritor. Reforma e plot në drejtësi nuk ndodhi kurrë. Sulmet dhe gjua urrejtjes ndaj gazetarëve dhe mediave janë rritur. SBA-t pezulluan dialogun strategjik për shkak të veprimeve të qeverisë. Nuk pëndohet buxheti mjaftueshëm për sistemin e drejtësisë. Fondet prej rreth 880 milion euro nga plani rritjes i Bashkimit Evropian besin të bllokuara për shkak të mungesës së institucioneve funksionale. Qytetarëve po mohohet e drejta në pension të moshës, krahas pensionit të kategorive të dalja nga lufta. Kosova ende nuk ka strategji kundër korupcionit. Usvajanje građanskog zakonika ostalo je blokirano, uprkos njegovom značaju. Strategjia për sundimin e ligjit mbetet e pazbatueshme. Gjykatat nuk po i trajtojnë lëndët brenda afatit të arsyeshëm kohor. Rekomandimet e zyrës kombëtare të auditimit po neglizhohen vazhdimisht. E shkeljet e njëjta po përsëriten çdo vit. Postet publike po ndohen si problem partijak, jo sipas meritës. Përfaqësimi i grave në pozita publike vazhdon të mbetet element retorik, e jo përkushtim ndaj barazisë gjinore. Funksionimi i institucioneve me ushtrues detyre është ndruar në dukuri. Dialogu social është inekzistent. Ligjet po hartohen pa respektim të duhur të konsultimeve publike dhe në kundërshtim me kushtetutën. Papërgjeshmëria e qeverisë në zbatimin e ligjit detyron qytetarët që të iniciojnë raste në gjykat, gjë që e ngarkon gjyqësorin dhe dëmton rënd buxhetin e shtetit. Kryeministri injoron sistemin e drejtësisë, nuk paraqitet të dëshmojnë në një rast të korrupsionit. Ligjet po zbatohen me standarde të dyfishta. Në vend që të mbrohen sinjalizuesit, ata persekutohen. Ka akt akus për keqpërdorim me rezervat e shtetit. Korrupsioni po e shndron shtetin në instrumente pakicës e jo shumicës. Nema adekvatnih kazni u slučajevima korupcije visokog profila. Këshilli prokurorial nuk po avancon. Fatkeqësisht po insiston në korporatizëm. Kryeministri dhe disa ministra mbajtën dy pozita njëkohësisht kundërlegjshëm, ato në ekzekutiv dhe si deputet. Agjencia për ndihmë juridike falas nga një institucion i pavarur është kthyer në një agjenci brenda ministrisë. Institucionet shtetërore po dështojnë në trajtimin dhe adresimin e dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave. Kuvende dhe qeveria nuk po isplatojnë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Radnici me uskraće na zaštite na radu. Presidentja, kryeministri dhe shumë ministra sulmojnë gjykatën kushtetuese.